Të nderuar teleshikues të Albykej TV, mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur në këtë puntat speciale të fundit për vitin 2025 të emisionit të përjapshëm 8 vjeçar tashmë Personazh Alb. Pa humbur kohë nisim me disa falënderime. Falenderoj me gjithë qenjen time të madhen Zot për jetën dhe shëndetin e dhuruar. Faleminderit familjes time për suportin e treguar. Falenderoj të gjithë shqiptarët e suksesshëm që kanë marrë pjesë gjatë gjithë vitit 2025, por jo vetëm në emisionin Personazh Alb. Falenderoj gjithë stafin tim që realizon me punë të pandalshme këtë emision. Pa ndihmën tuaj nuk do të ishte bërë kurrë mundur realizimi i Personazh Alb. Falenderoj pafund të gjithë kolegët e mi në Albykej TV, moderatorët, gazetarët që realizojnë emisionet e tyre në Albykej TV. Falenderoj nga zemra një person shumë të veçantë, pikërisht biznesmenin e suksesshëm në Mbretërinë e Bashkuar, por jo vetëm, në mbar diasporën shqiptare, zotin Helidon Kastrati, i cili është themeluesi i Albykej TV 8 vite më parë. Faleminderit i nderuar. Falenderoj gjithashtu me përzemërsinë më të madhe të gjithë bizneset që kanë preferuar që bizneset e tyre t'i reklamojnë pikërisht në Albykej TV. Unë i falenderoj dhe i ftoj të vazhdojmë bashkëpunimin tonë në 2026, por jo vetëm, bashkëpunime edhe më të suksesshme, edhe më të forta dhe më fitimprurse. Duhet të falenderoj gjithë secilin për ju dashur miq dhe dua të uroj me përzemërsi Krishtlindje sa më të bardha 2025 dhe vit të ri sa më të mbar 2026. Ju përshëndes, ju falenderoj, takojmë së shpejti, ju ndërkohë vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Albykej TV. Bashk, mirë takofshim në vitin e ri janar 2026. E juaja Graciela nga Më të Gëzuar. Hej, përshëndetje të gjithë, jam Menkeleda, për më së 10 vitesh jetoj në Amerikë me profesionin parukiere, mësuese dhe së fundmi me online business. Ky vit që kaloi ishte plot suksese dhe sfida, por sot jam këtu për t'ju sjell një kartolinë urimi për emisionin Alb dhe Alb TV, për punën e palodhur dhe shumë të suksesshme të tyre. Sot dua t'ju uroj të gjithë stafit, por edhe të gjithë shqiptarëve ku do ndodhen, mirësia, paqja dhe dashuria mbi zotëroft tek ju dhe familjet tuaja. Gëzuar Krishtlindje dhe një vit të mbar, me shumë dashuri nga unë. Gëzuar. Bye bye. Përshëndetje. Quhem Fletirda Keshani dhe me rastin e festave të fundvitit du të uroj gjithë secilin për ju, kudo që ndodhen në anën mban bocë. Gëzuar vitin e ri, qofti viti mbar, sjell vetëm fat, shëndet edhe realizim dëshirash për gjithë secilin për jush. Uroj që 2026 të jetë një vit i bukur, plot pozitivitet. Për mua si Fletir 2025 ka qenë një vit i bukur, një vit me sfida, por këto sfida janë ato që na rrisin jetë. Kështu që uroj gjithë secilin për jush, për familjet tuaja, begati dhe gjithë të mirat. Gëzuar për shumë vjet. Të dashur bashkëdhetar që jetoni e punoni në gjithë botën. Nga Londra dua t'ju uroj gëzuar festat e fundvitit, gëzuar Krishtlindjen, gëzuar vitin e ri. Uroj që viti që vjen të jetë një vit i bekat, plot shëndet, dashuri, paqe dhe harmoni në familjet e juaja. Ne shqiptarët jemi gjithmonë bashkë kur duhet, sepse na bashkon tradita, na bashkon gjuha, zakonet e gjithçka çfarë përfaqësojnë shqiptarët, na përfaqëson flamuri jon kuqëzi. Dhe njëherë gëzuar fat dhe mbarësi, ju uroj gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Përshëndetje të nderuar miq të emisionit Personazh në Albykej TV. Ju uroj nga zemra festat e fundvitit të jenë momente të lumtura, të gëzuara dhe një kurorëzim i sukseseve të këtij viti. Uroj që ky vit që po kalojmë të ketë qenë një vit i suksesshëm, të ketë qenë një vit i frytshëm për të gjithë ju. Dhe uroj që viti i ardhshëm të jetë akoma më mirë. Edhe për të gjithë ato të cilët janë në një fazë që ndoshta nuk e ndjejnë akoma suksesin, por do të dëshironin që së shpejti frutet e punës së tyre të palodhur të shikoheshin më në fund, ta shikojnë vitin e ri si një kanvas, si një pikturë ku ato kanë mundësinë të vendosin penelatat dhe ngjyrat që dëshirojnë. Dhe çdo gjë fillon nga fillimi, pra një fillim i ri, një vit i ri për suksese të mëdha dhe realizimin e dëshirave dhe ëndrave të gjithëve ju. Ju uroj nga zemra çdo të mirë në familjet tuaja, në jetën tuaj
dhe ju dua shumë. Duke uru vitin e ri dhe Kshnella, gëzuar dhe përshëndetje në familje tuaja gjithmonë gazahari. Si dukat i vogël je, hajde shpirt e ri me ne. E si dukat i vogël je, hajde shpirt e ri me ne. Na ka doj një këngëre, era cara i film e poi vien. Hajde e cakra ma gotë, mos më e lenë si të vorfën. Hajde, gëzuar përshëndetje nga Shkodra e bukur. Natën e mirë. Unë jam Mërveta Abasi, prej më shumë se 32 vitesh jetoj në Mbretërinë e Bashkuar dhe jam sipërmarrëse e lirë, krenare për një rrugtim të suksesshëm në biznesin tim. Së fundmi jetoj mes Londrës dhe Prishtinës, një ëndër që e kam pasur gjithmonë. Me shumë dashuri, i uroj Alb TV UK suksese të pafundme dhe edhe më shumë arritje në rrugtimin e tij. Faleminderit të gjithë shikuesve dhe mbështetësve për besimin dhe dashurinë tuaj. Ju uroj gëzuar Krishtlindjet dhe një vit të ri të mbushur me shëndet, lumturi dhe suksese. Le të jetë viti 2026 një vit shumë më i bukur për të gjithë. Gëzuar. Përshëndetje, jam Shota, sipërmarrëse e lirë e biznesit digital online. Kam 11 vite që jetoj në Gjermani dhe viti 2025 ka qenë një vit i mbushur me sfida, arritje dhe mirënjohje. Sot dua t'ju uroj të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen në botë, gëzuar Krishtlindje 2025. Zoti ju sjell paqë, dashuri dhe bekim në familjet tuaja. Dhe nga zemra gëzuar vitin e ri 2026, që gjej me shëndet, me forcë, me bekim dhe suksese në çdo hap që objektivat tuaja të bëhen realitet dhe rrugat të jetë e lehtë dhe më e shëndetshme. Suksese Alb UK TV, suksese dashur Graciela, bekim i gazetarisë. Gëzuar. Përshëndetje nga unë Mirela Qelaj nga Bryant Park, Manhattan, New York, një sipërmarrëse e lirë. I uroj të gjithë besimtarëve të Krishterë dhe jo vetëm, gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri 2026. Për mua viti 2025 ishte një vit i suksesit. Këtë uroj që të vazhdoj dhe në vazhdim. Sigurisht, sot kam një urim të veçantë për Graciela Kirin dhe stafin e saj të televizionit Alb TV UK, ku përcjell shumë mesazhe, shumë informacione dhe shumë emisione për rreth mbar shqiptarëve kudo ku janë në botë. Ju uroj suksese në rrugtimin e saj, në misionin e saj të mrekullueshëm dhe të televizionit të saj, suksese për 2026, suksese pafund. Shëndet, paqe dhe mbarësi për tërë shqiptarët kudo ku janë. Përshëndetje të dashur miq. Unë jam Andeta Qeli, ose shkurt Ana. Mësuesja e meditimit Lotus Ocean në Londër për shqiptarët dhe jo vetëm për shqiptarët që janë këtu në Londër. Me rastin e 8 vjetorit të Alb UK TV do doja të uroja Gracielën, sigurisht dhe gjithë stafin e Alb UK TV, për prurjet, për mirësinë, për personazhet interesant që na kanë sjellë gjithmonë dhe për gjithçka që ofrojmë për komunitetin tonë në Londër. Atëherë jemi në prag Krishtlindjes, jemi në prag të vitit të ri. Sigurisht që doja të uroja gjithashtu, me që mu dha mundësia të gjithë besimtarët të krishterë dhe jo vetëm, sepse feja e vetme e njeriut është mirësia dhe dashuria. Doja t'i uroja të gjithë atëherë, që ky diell i ri që do lindi me datë 25 dhe do filloj udhëtimin e tij nga jugu, nga skaj më jugor i tokës, drejt veriut, këtu që jemi ne, atëherë ky diell i ri shpresoj të zërë vend edhe në zemrat tona, edhe në zemrat tuaja, në zemrën e cili do prej nesh, duke sjell kështu ngrohtësi, duke sjell dritë,
duke sjell dashuri, në mënyrë që të kemi sa më shumë dashuri dhe ngrohtësi që t'i ofrojmë njerëzve tanë, familjarëve tanë, të njohurve tanë dhe kujdo, sepse feja e vetme është dashuria dhe mirësia. Kaq mjafton që të kemi një jetë të bukur dhe me prosperitet. Gëzuar të dashurit e mi, gëzuar kudo që jeni, qofshi gjithmonë mirë, të gëzuar dhe me diell në zemrën tuaj. Ju përshëndes. Uroj gjithë shqiptarëve gëzuar për shumë vjet festat e fundvitit. Qoftë viti 2026 viti I kthes të madhe. Si drejtuesi I departamentit Brain Gain që ka si qëllim kthimin e trunit në Shqipëri, uroj që viti 2026 të jetë fundi I eksodit shqiptar dhe kthimi I trunit në Shqipëri, kthimi I ekspertëve, I profesionistëve, I rinisë në Shqipëri edhe një herë, kthimi I besimit tek institucionet dhe tek shteti I tyre. Ti kthejmë frutet e mendjes tonë, rrajve që na kanë ushqyer. Gëzuar vitin 2026. Përshëndetje miq të nderuar. Unë jam Ilir Laçi. Dua t'ju përshëndes të gjithëve, unë dhe Aurora prabia ime, ju falenderojmë që na jepni mundësinë që nëpërmjet ambienteve shtëpisë tonë, në shtëpinë e kemi si studio, t'ju përcjellim të gjithëve urimet, gëzuar Krishtlindjet, gëzuar vitin e ri, gëzuar festat e fundvitit. Faleminderit Alp TV UK, faleminderit shqiptarëve. Lulet bukra dhume dhurue është një kuron. Lulet bukra dhume dhurue është një kuron. Por ma Por ma parun këngës me japirue me azagazmor. Faleminderit edhe një herë pra Alp TV UK në Londër që na jep mundësinë që t'ju përcjellim urimet shqiptarëve kudo që ndodhen. Gëzuar Krishtlindjet dhe gëzuar vitin e ri 2026 kudo shqipe që ndodheni. Ilir Laçi dhe Aurora Laçi ju përshëndesim nga Italia. Kalofshi bukur Shqipe. Faleminderit.